Banorët e fshatit Verbas të bashkisë Patos shprehen të zhgënjur dhe fajsojnë kryetarin e fshatit Bilbil Çepele për braktisje të komunitetit dhe mbrojtje të interesave të drejtuesve vendor. Sipas banorëve, prej kohësh nuk është zgjidhur asnjë nga problemet kryesore që prekin jetën e përditshme, duke renditur mungesën e shërbimit të përditshëm shëndetësor, problematikat me kanalizimet e ujrave të zeza dhe të bardha, ndriçimin publik në rrugët e lagjeve periferike si dhe çështje të tjera infrastrukturore. Ata kanë thënë për televizionin Apollon se i kanë ngritur vazhdimisht shqetësimet tek zoti Çepele, por nuk kanë marrë zgjidhje konkrete. I njëjti burim pohon se i kanë kërkuar kryetarit të fshatit ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet, por s'ka pasur reagim. Ndërkohë, sipas tyre, situata mbetet e pazgjidhur dhe për këtë fat, ata kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe zgjidhje konkrete për problemet që prekin përditshmërinë e tyre. Nuk është zgjidhur. Tu ka ndonjë me vite pa një infermier fare. Me vite, 6 muaj, 7 muaj janë kështu. Po, i shketi është përpjekur, nuk e di tash. Nga ana tjetër, kryetari i fshatit Verbas Bilbil Çepele i hedh poshtë akuzat e komunitetit që drejton. Ai pohon se të gjitha shqetësimet, ankesat dhe kërkesat e tyre ja ka përcjell kryetarit të bashkisë dhe drejtorive përkatëse, por ka munguar reagimi. Gjithashtu sipas tij, pavarësisht komunikimeve të vazhdueshme, nuk ka pasur ndërhyrje konkrete nga strukturat përgjegjëse. Unë kam bërë detyrën time si përfaqësues i komunitetit, ka theksuar zoti Çepele. Ndërkohë ai ka shtuar se ndihet i shqetësuar nga akuzat publike që po i bëhen. Situata mbetet e pazgjidhur në Verbas dhe banorët kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe zgjidhje konkrete për problemet që prekin përditshmërinë e tyre, ka pohuar kryetari i fshatit zoti Çepele. Kryetari i fshatit Verbas Bilbil Çepele. Edhe ky popull që na ka zgjedhur këtu për të ngritur problemet tona, për çdo lloj shqetësimi që është në fshat, ne kur shkojmë në bashki, nuk na dëgjon njëri fare për këto gjëra që kemi ngritur për kërkesat e komunitetit që kemi këtu në fshat. Qoftë për problemin e rrugës, qoftë për problemin e kanaleve, qoftë për problemin e ambulancës që po bën 5 vjet që nuk është hapur, kopshti i fëmijëve në Verbas. Ambulanca që është këtu që po rrinë dhëmë brenda. Të tëra gjërat i kemi ngritur, unë ja kam po dokumentuar, kryetarit bashkisë Patosit, kam ngritur problemet, edhe bëjnë një zhyqor dhe një vetë shurë. Nuk e dim se çfarë kanë dhe na thonë që të jemi kërkues ndaj këtyre problemet ose të rrim falso tash se ky popull na ka thënë që na ka. Problem tjetër është më kryesori është ky në ana personale ime si kryetar fshati. Nuk ndihem mirë sepse vetë fshatar, komuniteti këtu që është, thonë që edhe ti zotëri do të jetë bashkëpunëtor me ata që ne themi dhe ti çon llafin aty na thuaj u kam thënë, po gjes po bën. Kështu që do të jesh ti bashkëpunëtor me ata, me fjalë na futet në rrugën e korrupsionit këtu në problem. Prandaj më vjen më shumë rëndë se sa herë që dal në rrugë që kontrolloj, ky popull, ky komunitet këto probleme ka. Banorët e Verbasit nuk kërkojnë privilegje dhe favore për shërbime bazë dhe dinjitet. Kur mungon shërbimi shëndetësor, kur kanalizimet mbeten problemi i përditshëm dhe kur zëri i komunitetit nuk dëgjohet, atëherë kemi të bëjmë jo thjesht me neglizhencë, por me braktisje institucionale, kanë thënë ndër të tjera banorët e fshatit Verbas. Kryetari i fshatit dhe drejtuesit e bashkisë duhet të kuptojnë se mandatin që kërkuan duke trokitur në çdo derë nuk është titull nderi, por një përgjegjësi ndaj qytetarëve. Verbasit nuk i duhet justifikim, por veprime konkrete për zgjidhjen e problemeve, si njësi matëse për kujdesin ndaj komunitetit nga pushteti lokal.